Çka deshta me cek tjetër edhe tek puberteti i hershëm, tash që kisha me thonë që është shumë e rëndësishme, duhet konstatohet edhe ajo mbyllja e epifizave kockore. Që nën kupton? Mbyllja e epifizave kockore do më thonë kur pjesa strukturale do më thonë e skeletit është më e vogël dhe ne në aspektin mjekësor e quajmë si nanizëm. Nanizëm do më thonë kur është trupi shtati është më i vogël. Kjo është një patologji, do më thonë që duhet trajtuar si në aspektin hormonal, si në aspektin e pubertetit, kështu që çka kisha dash një diçka tek prindërit në këto raste, do më thonë le ta shohin apo ecën rrjedhshëm puberteti, apo shkon në mënyrë normale, do më thonë periudha që thash periudha derisa të kryhet puberteti, apo mos shkon shumë ritëm të shpejtë dhe mos shkon shumë ritëm të ngadalt. Tash familjari kish me thonë, po na ku ta dim. Tash na secili e kemi te i kalu periudhën pubertale. Edhe në një gjendje normale, periudha pubertale do më thonë janë ato simptomat që janë të qarta pak a shumë, do më thonë tek meshkuj, ndoshta kisha mi cek simptomat janë, si për shembull janë trashje e zërit, formësimi i lëkurës, pak do më thonë më borërore kisha dash me thonë ato janë shumë normale. Tek femrat më veç dije, do më thonë që tash menarket e para, mandej, do më thonë, fillimi i zmadhimit të gjimve, e këto janë pak a shumë, do më thonë, aspektet fillestare, do më thonë që gradualisht vazhdojnë edhe deri në një moment të caktuar. Mirë po, nëse fillojnë për një herë shumë, ose nëse ngadalësohet, thjesht kalon një periudhë pak jashta këtyre periudhës kohore që thash prej 9 dhe 14, mbi 14 vjeç ose mbi 15 vjeç, domethënë atëherë duhet marrët seriozisht edhe duhet trajtuar si ndonjë patologji e mundshme. I përmendëm dy llojet e pubertetit, pra ato të hershme dhe ato të vënshme. Cili ditë jetë më problematik, qoftë për vajzat, qoftë për meshkuj? Puberteti i hershëm apo puberteti i vënshëm? Po, më problematik, nuk kisha me bë dallime, më problematik, për shkak se të dyjet në vlerën e vetë e kanë problematikën në fjalë. Për shembull, ai hershmi ka specifikat e veta që duhet trajtuar, po ashtu edhe ai vonshmi ka specifikat e veta që duhet trajtuar. Kështu që kisha me thonë me një balancë të ngjashme që janë pothuajse të dyja që duhet vlerësu aspekti, nëse është si rregullim, atëherë duhet trajtuar rregullimin, nëse është normale thjesht duhet në një mbikëqyrje si nga ana prindërve, si nga një rutinë mjekësore, domethënë kontroll specialistike, është e mjaftueshme për me vlerësu. Mirë po, nuk është që kisha bërë një farë diferencë mes tyre cila është më e vështirë ose cila është më e rrezikshme, pasi secila e ka vlerën e vet të problematikës që duhet më trajtu normalisht. Unë në fillim të emisionit thash që një nga pyetjet që shpesh herë sot po e dëgjojmë është që apo rritën fëmijët tanë më herët se sa gjeneratat e kaluara. Çka po na kupton se apo hym fazën e pubertetit pak më herët në krahasim me fazën po supozoj të prindve tanë ose edhe gjeneratave ndoshta edhe më të reja se prindrit tanë, krahasim me fëmijët që sot i kemi. Po, është shumë e vërtetë. Domethënë që tash fëmijët në thojza po thojna pak më të rritun, pak më zhvillum, pak më sa është e mirë kjo, aq edhe na bën dëm neve. Arsyeja pse po ndodh kjo është për shkak se obeziteti kisha me cek, kështu pikërisht do të thonë obeziteti ose kequshqyrja e këtyre fëmijëve po na sjell me një parapubertet të hershëm ose pubertet të hershëm për arsye se ndikon domethënë direkt në aspektin e organizmit që do të thotë nëse një fëmijë nuk ushqehet si duhet, fast foodet ose gjanat e tilla, atëherë automatikisht ka me qenë një BMI e rritur, body mass indeksi është domethënë ajo që matet domethënë pesha trupore, indeksi i masës trupore, edhe me këtë lidhet domethënë edhe gjithashtu domethënë nëse një fëmijë është obez, nëse një fëmijë është obez, atëherë ka më rrit masa yndyrore, ka më rrit niveli i leptinës. Leptina tash po du me cek është një hormon që ndërlidhet me obezitet, kështu që krejt kjo është një zinxhir që neve na jep një far pasqyre jo të mirë, domethënë kequshqyrja edhe mungesa aktivitetit fizik, domethënë janë dy shkaktarët shumë kryesor edhe shumë të rëndësishëm që fëmijët nuk e kanë një përqindje, tash nuk po e marr të gjitha, një përqindje e konsiderueshme
e kohëve të fundit, edhe kjo është arsyeja që ndoshta fëmijët puberteti po vjen pak më herët. Puberteti pak më herët nuk është i mirë, puberteti duhet të vinë kohën e duhur pak a shumë, kështu që kisha me thonë ushqimi ka shumë rëndësi, domethënë çka po merr, çka po ushqen, si po ushqehet fëmia, përveç ushqimit, gjendja emocionale e fëmijës. Domethënë nëse një fëmijë nuk shihet me kohë se si po edukohet, si po ushqihet, tash secili fëmijë mundohet me bë më të mirën secili prind mundohet me bë më të mirën për fëmijën e vet, por ndonjëherë indirekt edhe e dëmton atë. Kjo është domethënë edhe një arsye që vjen një moment ku ai fëmijë përveç që është obez, mandej ndikon edhe faza emocionale, domethënë pse unë jam bë kështu, pse nuk po mundem unë si shokët e me vazhdu, mandej është ajo periudha kur është faza e pubertetit, ku kjo është pika më kritike e secilit fëmijë, ku ndoshta e kam rri më herët, ose e kundërta ndoshta nuk e kam rri në kohë çata që e ka shoku i tij ose shoqja e saj. Edhe për çat arsye domethënë duhet një edukim i mirë i prindërve ndaj fëmijës, se duhet bisedoj me fëmijët, çfarë do që të jetë, domethënë nuk është marrën ditëve sotit me pyet vajzën për kohën e menstruacioneve, kur të kanë ardhur ose si janë, se nuk është më tabu kjo temë, edhe shumë mirë domethënë që po diskutohet, shumë mirë që duhet të diskutohet, sepse domethënë nëse na nuk e diskutojmë me fëmijën tonë një gjë të tillë, atëherë i bie që ne jena të dëmtuar fëmijë, se ndoshta ajo ka probleme, ndoshta nuk guxon me i tregu prindit që ka probleme, edhe domethënë vjen deri te problematika e panevojshme, kështu që me një konsult me fëmijën, mandej me një konsult me mjekun specialist, atëherë domethënë kish me pas një zgjidhje shumë adekuate. Po i përmendim vajzat, kur është shqetësuese dhe realisht çka duhet na shqetësoj kur fillon faza e pubertetit, qoftë nga cikli menstrual, kozgjatja e tina, cilat janë disa nga problemet që mund të shfaqen e që vajzat ndonjëherë dinë edhe të mos i dallojnë, po theme. Po, realisht vajzat e marrin pak me një farë konfidencë, kisha dashur me thonë kështu, vajzat duhet të dinë rreth vetes pak më shumë. Vajzat duhet të dinë rreth një cikli normal fiziologjik në trupin e saj që është i ndodhur. Domethënë aspekti psikologjik, domethënë është numër 1 që duhet të dihet te ajo vajzë që veç e ka fillu, domethënë këtë farë periudhe pubertale. Një deri në 2 vitet e para do të jenë ciklet jo shumë normale, jo shumë të rregullta, që ka në të rregullta, mirë po nuk është diçka që duhet të shqetësohet me patjetër. Sigurisht që nëse është diçka që është e vazhdueshme, atëherë domethënë duhet trajtimi me mjekun specialist, mirë po duhet marrin informata, si nga prindi, si nga informacionet, tashmë informacione mund të marrin gjithka, kështu që nuk është diçka më tabu që e ceka pak më herët, thjesht duhet të di çka po ndodh me veten e vet. Janë gjëra shumë normale që ndodhin, është proces fiziologjik normal,